patriotik ndaj gjithë shqiptarëve të Kosovës dhe ndaj familjes Gjesit për t'ju kërkuar falje publike për këtë situatë e cila në asnjë mënyrë nuk kishte për qëllim të prek plagën tonë të përbashkët. E kam përmend armikun vetëm si shembull negativ, për treguar se nuk duhet të jemi ata që ndjekim këtë rrugë. Kjo shprehje nuk i drejtohej dhe nuk i përket asnjë shqiptari. Kosovën e du me shpirt dhe me respekt për ulem ndaj këtyre vujtjeve që kanë kaluar.